Një burim i Agjencisë së Lajmeve Kosova Press ka pretenduar se ka parë në Prishtinë ish zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi, pas ditën e së mërkurës. Sipas të parit, politikani i cili gjendet në Arati që nga dhjetori i vitit 2024 e që është futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka lëvizur në një zonë jo larg qendrës së kryeqytetit të Kosovës, i shoqëruar nga 2 fëmijë. Grubi, siç insiston burimi, ishte i veshur me një xhup dimri, rroba e kapel sportive, ndërsa ka lëshuar edhe pak mjekër. Përveç Grubit, policia veri maqedonase ende është në kërkem dhe të ish drejtorit të llotarisë shtetërore Përparem Bajrami, ndërsa i pakapshëm për organet ndjekëse mbetet edhe ish drejtori i MV-s Vasko Kovacevski. Me 16 dhjetor 2024, pasi prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit hapi hetimin kundër Grubit për keqpërdorime serioze me tendere në llotarinë shtetërore, u bë e ditur se ai kishte braktisur shtetin. Deri më sot zyrtarisht nuk ka asnjë informacion për vendosjen e tij. Ndërkohë, për Bajramin, avokati i tij kishte mohuar se ai është në Arati, por se thjesht është shpërngulur nga shteti.